Një filxhan me ujë orizi e përdorni në këtë mënyrë dhe do ju surprizoj me rezultatin. Orizi konsiderohet një ushqim i lehtë dhe i shëndetshëm. Ja disa këshilla si ta përdorni ujin e mbetur nga zjerja e orizit në shërbim të shëndetit tuaj. Uji i orizit është i lartë në karbohidrate, kështu që jep trupit energji të menjëhershme. Organet e njeriut kërkojnë futje të rregullta të karbohidrateve në mënyrë që të funksionojnë si duhet. Pini një gotë me ujë orizi në mëngjes dhe merrni energji për gjatë gjithë ditës. Fibrat që ndodhen te uji kur është i zjerë stimulojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Nëse keni humbur shumë ujë në ver për shkak të temperaturave të larta dhe djersitjes së tepërt, pini ujin e orizit. Uji i orizit parandalon humbjen e ujit dhe shërben edhe për të lehtësuar probleme të ndryshme të stinës. Uji i orizit është një recetë efikase në lehtësimin e diarres. Me një gotë me ujë orizi në ditë do zvogëloni gjithashtu edhe problemet e radikaleve të lira, citon Step to Health.